Faleminderit, zoti kryetar. Së pari kam një sugjerim për kolegun tim Noka, ndryshe nga të gjithë ne kolegët e tjerë, ai është dhe mjek. Veçanërisht me kryeministrin zoti Noka, ju lutem kujtoni betimin e Hipokratit, pastaj ktheheni përgjigje. Besoj që të gjithë bashk bijem dakord që këtu çmimin e parë e meritoi Miss Kokaina, e cila erdhi këtu duke lëkundur mbi veten, u lëkund dhe këtu mbi mikrofon. Në fund tha peace in the world dhe ju dua shumë dhe u largua prapë duke u tundur. Është e dhimbshme për këtë vend. Është zbavitse deri diku për seancën, por është e dhimbshme për këtë vend. Bëri ca pyetje Miss Kokaina këtu dhe tha me kë jeni me drogën apo jeni me antidrogën. Të ngrem një komision dhe të shohim se çfarë ka ndodhur. Sepse askush nuk e ka të qartë këtë punë, as policia, as ministri, as kryeministri. Ju thjesht nuk i lejoni vetes të sqaroni me këtë punë sepse keni frikë. Bëjmë një komision hetimor. Aty pastaj të shohim se kush i ka sjell avionët, sa herë kanë ardhur avionët, sa herë kanë hikur avionët. A kanë ardhur tani apo atëherë? Sepse në fakt, të nderuar koleg, kjo qeveri është kthyer në një forcë të natyrës. Serbia dhe Bosnia e patën sikletin me forcat e natyrës, e patën nga Zoti u çoi shiun. Italia, Greqia dhe Gjermania e patën nga Edi Rama, i mbyti në drogë. Statistikat tregojnë që janë 38.000 kg hashash, në vlerën në dorë të parë 380 milion euro që kanë përmbytur Greqinë, Gjermaninë dhe Italinë. Ky thotë që ka kapur 30% më shumë se prillin që kaloi. Por shqiptarëve nuk ju thotë që është 300 fish më pak sasia e trafikuar në prillin që kaloi. Thotë që ka kapur X trafikant më shumë, por nuk thotë që për shkak të sasisë e cila nuk qarkullonte në prillin që kaloi, sepse ky vend kishte zot, kishte sigurisht më pak njerëz që merreshin me këtë punë. Për të lëvizur 38.000 kg lëndë narkotike, sigurisht që duhen më shumë njerëz. Ky ka kapur pak. Më lejoni t'ju ndriçoj me një mënyrë se si policitë ndërkombëtare, standard ndërkombëtar, shikojnë dhe masin punën e tyre në luftën kundër drogës. Konsiderojnë në fund të çdo viti kalendarik që sasia e kapur është vetëm 10% e sasisë trafikuar. Vetëm në këto 4 muaj keni 38.000 kg. Vetëm këto 4 muaj keni 38.000 kg që ja keni çuar Gjermanisë, Italisë, Greqisë me të gjitha llojet, mjetet dhe mënyrat. Do të thotë, nëse këtu do të ndalet dhe nuk do të shkojmë asnjë cigare hashashi, as në Greqi, as në Itali, as në Gjermani, i keni çuar me standarde policore ndërkombëtare deri tani 380.000 kg, nga cilat vetëm 10% arrin të kapen. Që sot jeni në shifra tragjike. Problemi është se do të krahasojmë me statistikat e mëparshme. Unë këtu po ju them me përgjegjësinë time të plotë që gjatë 8 viteve të qeverisë së Partisë Demokratike, në Greqi nuk është kapur asnjë cigare hashashi e ardhur nga Shqipëria. As edhe një cigare hashashi. Problemi trafikantëve ishte të kalonin kufirin shqiptar sepse me grekët e kishin ngrur. Dhe nga Greqia, nga Pireu, kalonin po me organizata shqiptare kriminale, kalonin drejt Italisë. Problemi nuk ishte Shqipëria, problemi ishte Greqia për Italinë. Droga ishte sigurisht shqiptare. Kryeministri këtu, Miss Kokaina, vjen dhe përbetohet që do të shkojnë në prokurori sepse askush nuk ja gjen dot lidhjet. Nëse ka fjalën për shenjat e gishtave, shenjat e gishtave nuk janë gjetur dhe as ja kanë akuzuar kur as Pablo Escobarin që ka lënë shenja gishtash me një qese droge. Të dy bashkë, dhe ky dhe Escobari janë grosist, mallin me dorë nuk e prekin, paguajnë të tjerë. Problemi është se ky po qeveris me narkotrafikant. Ke ato konferencat për shtyp që ky nuk i duron dot dhe me të cilat tallet, kemi dalë dhe deri tani kemi denoncuar 60 e ca persona, të gjithë rilindas, të gjithë drejtorë rajonal shumë të rëndësishëm, sigurisht të gjithë kontribues në fushatën elektorale të Partisë Socialiste dhe të LSI-s, të cilët kanë zgjedhur rastësisht nga 335 nene që ka kodi penal, që të gjithë nga i pari ke i fundit kanë zgjedhur të shkelin nenin 283.a, prodhim dhe trafikim narkotikësh. A është kjo një rastësi? Unë mendoj se jo. Ju e dini mirë që nuk është një rastësi. Me parate atyre, atë borç për ju lani sot, keni blerë votat CPMC të Shqipërisë,
Keni blerë votat e biçosqive, keni blerë votat e atyre, ku di unë se çfarë njerëzve të dëshpëruar, keni grumbulluar sigurisht rreth kësaj parje të gjithë qelpsirat, dhe diferenca është sigurisht një 12% që popullsisë që kur nuk është interesuar për zgjedhje këtë radhë i blet. Nëse bëhet fjalë për kush është shumicë dhe kush është pakicë, në krahasim me vitin 2009, vitin 2013, Mis Kokaina ka marrë një deputet më pak. I nxjerrni nga burgjet, i caktoni koordinator për zgjedhje, ju jepni parat, fitojnë votat, ju sjellin qeveri dhe i bëni drejtor, i bëni dhe drejtor burgjesh. Të paktën për logjik dhe për analogji, një falënderim këtu duhet t'ia bëni të paktën Gazmend Dibrës. Pas ka drejtuar sistemin penitenciar në botë, më rekuperusin. Kanë dalë nga burgu dhe i keni të gjithë drejtora. I keni edhe drejtora shkollash. Po iku kjo këtu. Mi po ju këtë nuk e bëni. Ju thoni thjesht janë të pafajshëm. Policia dje ka qenë angazhuar në Tiranë, ndërkohë që një skaf me 1500 kg drogë shkonte drejt Italisë, ka qenë angazhuar në Tiranë me të gjitha forcat e veta të policisë kriminale dhe operacionaleve, tek një çadër në krah të kryeministrisë, të cilën e konsideronte të paligjshme, prishte qetësinë dhe rendin publik. Çadra është vendosur nga disa krye familjare gra, edhe burra, të cilët kanë të paktën 6 muaj që i kanë fëmijët pa bukë, kanë në dorë vendimet e gjykatave, kërkojnë të rikthehen në punë sipas vendimit të gjykatave dhe ju nuk i pranoni. Çadra është vendosur eksaktësisht në vendin ku Sajmir Tahiri me 21 janar vitit 2011 dogji një makinë. Çadra është vendosur vetëm pak metra në të djathtë të pozicionit ku ju vetë quat drejt vrasjes 4 qytetarë shqiptarë te kryeministria. Këto janë krime të rënda penale. Çadra nuk është element kriminogjen, ato gra atje nuk janë kriminele, ata burra atje nuk janë kriminal, janë në punës të ndershëm të këtij shteti, që të vetmin cen që kanë është që nuk janë rilindas, që të vetmin cen që kanë është se kuptuan dhe sot janë krenar që nuk mundet do t'i vi asnjë e mirë këtij vendi as familjeve të tyre duke bërë me koalicionin e qelpsirave. Dikush nga kolegët këtu na tha sot në mëngjes që jemi konfliktuar me policinë. Jo. Me policinë dje kemi bashkëpunuar. Kemi bashkëpunuar në të gjitha dimensionet duke i treguar se kush është ligji dhe ku ndahet ligji nga urdhri i paligjshëm. Policia atje ka pas të angazhuar të gjitha forcat operacionale të drejtorisë Tiranës për të ruajtur ca gra, për t'i filmuar. Policisë i tham, largoj, i njoftëm, ja ku i ke, mos provokoni, shkoni dhe kapni drogë apo C4. Pas ka qenë vonë, droga ndërkohë ishte drejt Italisë. Sot, në atë grevurie, janë futur edhe 10 ish punonjës policie. Nga ata që këtë vend e kanë mbajtur larg trafikut drogës, nga ata që këtë vend e hoqën nga lista e vendeve të origjinës apo vendeve të trafikut drogës. Problemi është sot, kush e urdhëron policinë? Drejtuesit kryesor të policisë Tiranës dje më thanë nuk kemi dhënë asnjë urdhër për të penguar grevën e urisë. Dhe ky është një problem shumë i madh për një strukturë me kapelen kokë. Fakti që nuk lejoni ngritjen e këtij komisioni hetimor të nderuar koleg, përfundimisht ju implikon, përveç armatës e narkotrafikantëve që keni vendosur në për punëra. Implikon ministren Kodheli, e cila vazhdon të fshihet pas forcave të armatosura, ndërkohë që ka mbushur Agjencinë e Inteligjencës së Mbrojtjes me oficerë sigurimi. Lëri betonat, mos betono, sepse këtu ka edhe bi aviatorësh, të cilëve nuk ju vjen as pak mirë që nuk kemi më mik 16-at edhe 17-at që të ngrihen avion, të ngrihen fluturim, ndërkohë që edhe ato aerodrome që kishim po i bëjmë me beton. Le të përdori spionët e sigurimit që shkojnë truajnë aerodromet, në mënyrë që drogat mos ngrihet më, nuk zgjidhet me beton gjëja. Liros General Surja Gjoko, një nga burrat më të ndershëm që ka pas ky vend, një nga burrat më të ndershëm, i cili është viktima e fundit e ngordhësirave të Traktatit të Varshavës. Largoi spionët e shërbimit informativ të ushtrisë duke gjymuar kolegët tanë të opozitës. Kolegët tanë të opozitës janë shteti, janë kundër trafikut. Nëse ndjek këta, do të thotë i shkon mbrapa atij komisionit që thatë, që ka ngritur akuzat pa baza. Ai komision nuk mund të vazhdojë më punën. Akuzat u vërtetuan që nuk janë pa baza, avioni u ka rënë mbi kokë. Mblidhemi të gjithë bashkë. Jo të gjithë tu janë të implikuar me drogë, jo të gjithë tu kanë bërë burg. Jo të gjithë tu janë narkotrafikantë dhe vazhdojnë të jenë narkotrafikantë. Është majoranca absolute e këtij kuvendi, ajo e njerëzve të ndershëm. Mos u fshikni mbas faktit, mos shani vendin se nuk marrin statusin. Mos kujtoni se këto esape që ju thashun sot nuk i bëjnë shërbimet e huaja, nuk i bëjnë partnerët. A mendoni se Gjermania është më mirë sot që merr 5.6 ton drogë në 3 muaj,
se sa qishte përpara kur nuk ishte fare statistikë për drogë nga Shqipëria. Është më mirë sot Italia se qishte përpara 8 muajsh, kur nuk thoshte që kanali Otrantos është kthyer në autostradë droge dhe nuk kemi më komunikim me policinë shqiptare. Është më mirë sot Greqia me 18 kg, me 18.000 kg hashash lazarati dhe karbonare, sepse nuk është vetëm lazarati, po mbillet e gjithë muzdeqeja me hashash dhe po i shkon Greqisë. Jo, sigurisht nuk janë më mirë. Ju mund të bleni deklarata ambasadorësh, ju mund të bleni dhe të keni paftyrsinë të përgënjeshtroni me një deklaratë ambasadori edhe gazetën Die Welt dhe Der Standard dhe mediat më të rëndësishme gjermane. Po unë nuk besoj se këto ju ahan shqiptarët. Sot, sa po ju thanë kolegët këtu, ka dalë në media lajmi 89 kg kokain e sekuestruar në Ekuador me destinacion Shqipërinë. Unë po ju them me përgjegjësi të plot. Drogë në Shqipëri më shumë se 2 ose 3 kg në vit nuk rishin, sepse vetëm ky me shok mund ta blente, tjetër një nuk e blente. 89 kg në këtë popull të varfër, nuk ishin përqendruar këtu brenda. Ishin, dhe tini të bindur, vinë deri këtu, i merr ai avioni që ju thyet e pasere në Divjak dhe i çon dikun tjetër. Vazhdoni qeshte me këto gjëra, vetëm se do të keni parasysh një gjë. Ditën kur ky popull do të ngrihet, do të luteni për fatin e Pablo Escobarit. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Strazimiri. Janë të lutur